E pra të dashur miq, ja ku po takohemi sërish së bashku, këtë herë për të ndarë një lajm të bukur dhe një gëzim. Do flasim për Egli Takon. Egli Tako kohën e fundit është duke manifestuar shumë. Çfarë manifestojmë ne shqiptarët? Ne shqiptarët zakonisht manifestojmë kur kemi suksese, manifestojmë kur arrim qëllimet tona, manifestojmë kur ëndra jon bëhet realitet. Të paktën artistët dhe persona që kanë shpirtin artistik, din gjithmonë të japin atë emocionin, din gjithmonë të japin atë vlerësimin ndaj vetes së tyre dhe kështu po bën e dashur rajon Egli kohën e fundit. Ajo sot është zgjuar duke vallëzuar, është zgjuar duke gëzuar, është zgjuar duke festuar. Mos vall, pikërisht dita e sotme ka qenë dita kur Egli po nënshkruan kontratën e re, që është një kontratë më fitimprurse, më famëmadhe për personazhin e Eglit që përflitet të jetë në fakt kontrata e Big Brother VIP Albania në këndin e moderatores në Fan Club, apo ndoshta mund të jetë një emocion sepse Egli Tako mund t'i ketë besuar zemrën e saj dikujt dhe ka nisur një rrugtim të ri në jetën e saj. Që Egli vjen me shumë risi këtë as nuk e diskutoj. Kjo e para një herë është e përfunduar më, do me thënë, Egli do t'jetë moderatore në Big Brother Fan Club dhe mundohet që çdo ditë, çdo minutë të dhuroj atë dashurinë dhe ta shijoj këtë gjë. Ndërsa lumturia e saj mund vi edhe nga ana e dashurisë. Fillimisht një herë në anën e muzikës, Egli qëndron e para në top lista, në të gjitha top listat e hapura në Top Albania Radio, Egli kryeson së bashku me Angelo Koçin, janë të dy të parë. Do me thënë është ky bashkëpunimi që ka dhënë vërtet një sukses të jashtëzakonisht të madh te Egli. Por e kemi edhe këtë pjesën e dy që Egli përflitet dhe unë e di që është zyrtare që Egli do të jetë moderatore në Big Brother Fan Club dhe këtë nuk e diskutoj fare. Do të thënë është ky zëri që po përflitet lart edhe poshtë, por është e vërtet. Do të thënë Egli po e shijon suksesin e saj. Unë jam i bindur që Egli do të vi komplet ndryshe, unë dua që Egli të vi dhe me një dashuri, pse jo? Mendoj që kur njeriu është i dashuruar, është më i kompletuar brenda vetes së tij për të ndjekur edhe më shumë suksese sepse ka një motiv se për çfarë do të punon dhe mendoj që kjo do të jetë ideale për Eglin dhe besoj që ky idealitet do të vi së shpejti në televizionin Top Channel. Egli këto ditë përfundon edhe emisionin e saj të parë në fakt në jetë që e nisi SD, një emision që pati një sukses të jashtëzakonshëm dhe do të vi me promot e Big Brother Fan Club sepse jemi shumë afër datës nismës reality show më të madh me famë shqiptare, Big Brother VIP Albania. Ju dini shumë bukur që data e fillimit është 20 dhjetor. Le të jemi të gjithë sy e hapur për Eglin, por e shoh që diçka po zihet në këtë mes.